me shpejtësi. Por sa ka në makina, unë e mirja dhe shoferin, dhe këtë spioni që thoshin, edhe ulesha i më të shifte, se nuk e desh me... Kur në një moment makinë, si duke së mbante mënd, ku kishim rënë ai, se si, kishikur e se kapën atë spionin. Nuk e kapën. Ja, ai ishte histori vete pas lufte, punë. Edhe, ndaloj ai... Është doshin ta me hak tash spioni? Pa tjetër. Edhe unë i kisha nxjerrë tani të gjitha armët që kishim kisha nxjerrë në makina. Dhe në momentin që ndaloj makina, dhe u hapën dyert, dhe doli njerëz, unë e mbusha një automatik. Mos e mund, thaj, e në rregull. Erdhën, e morën, na çuan tek një komand brigate të UÇK-s. Dhanë atje, kur shikoj unë atje, erdhi një traktor, janë ato traktorët e ulit, të vegjël, kishin ja 3 të arrestuar kokë, duar e këmbë. Edhe i shtynin këta me këmbë për të zbrit na. I thashun, që keni këta? Spion, thënë. Po pse keni marrë? Po shkatojnë. I një vete me. Po shkatojnë njeri u pa gjithë. Pre nga jeti bre. Se nga Shqipënia. O, Shqipëni, janë spion këta. Njeri më të plak. I thashun, edhe ki spion? Edhe ti spion? Hiqaj. Sa të kanë paguar u të bëja? 2.000 marka në muaj. Sa vjetë ke? 10 vjetë. 10 vjetë spion. 2.000 marka në muaj. E pëse zvret veten, i thashun. E kësha ju dhe është pistoletën, na bra veten. U li kokën e rinë, së liste fare. Më këtën. Mua më kështë plasë qarë veshi, së ndjerë kështë mbush me gjak. Me thonë këta, ajtë të mjekojmë qikë. Vajta, po ma mjekonda i doktori, edhe po filloj të ma qepte. Shkoj se do të dhe me një qikë, me tha mua. Se dhe ti e trupë vogël, tha, edhe ju dhe më shumë. I thashun, vetëm derrat, i thash. Tu bëhet kështë që thua ti, dhe që vazhdo bënit. Nga jeti, tha, e ja këtë rotëllë, i thash. Jo sjende, e këno se flet këtë dhe dialekt, jo me këtë erot. E mirë, më hipin makin dhe me quan për të më quan në shtab përgjithshëm. Dhe me quan në një kompani autonome të shtabit përgjithshëm që mbronte shtabin në distancë të largët. Dhe tashti ishte shofer tjetër dhe shoqërus tjetër. Por vante a kompania ajo që në ca depo kooperative. Mirë po binde shi dhe kishë. Para se të vinë, po, me quan në komandën e zonës operative të Kashanikut. Imri Iljazi ishte komandant zone. Atje, kur vajta unë, si që isha shtu i lagur, i mjekuar, po i lagur, vajta atje, gjeta këta oficerët e tjerë që ishim njësë bashkë ka Tirana. I gjeta atje. Tani mua më hapën vënd që të thasha se isha uj, komplet. Edhe erdi i Meriu, komandant i zonës, edhe i pa të gjithë me uniformu që kërë gjithë, filloj të pjështë nga jeti, mua më këshin thënë, Hashimi, me Kadri Veselin më këshin thënë. Kur të pjërësin nga je, thuaj, jam nga Struga. Nga? Nga Struga. Aha. Sepse strugarët flasin toskrisht dhe mos të komprometoja shtetin shqiptar. Edhe mirë. Mirë, po nuk e djau që pas kishe që këta kishin hapur fjallin që vjen një kolonial nga Shqipëria. Dhe unë isha të shti i gjveshur, heqë dhe gjaketën, sepse isha lagur. Dhe po të oficeri më tha mua, i shkurtër dhe zbjerë syë, se ata janë tërpjuaj. Po oficeri, thash, nga jeti, tha. O i qaj fundit të pjëtësh, tha, unë i thash, jam nga Struga. Në momentin që më thash, jam nga Struga, ato vajzat që rinin a shërbenin, të roqja njëpën, që ne kanë gënjërë, tha njëra. Pa letha tjetra, në thanë dhe ishte koronere dhe nga Shqipëria. Unë u preka shumë. Edhe të ashtë i preka. Dhe, jo mërë jo, thash, unë bëj nga Tirana. Dhe jo drejtan. Së me ka puthur mama se që më puthur ato. Ushtarët, vinin e pekën me dorë. Okej. Ata Shqipërinë e kishin perdi. Dhe, i ke pëse më hoqin veç të vaja
veç me këta, do venim të kompaninë autonome, sepse unë nuk e dija i do me qonin në shtab të brijeshëm. Vapë të kompania autonome. Mirë po kishë dalë përroj, makina s'futej, do të këtu kishim një Benz i s'futej do të, shokirusi, dhe ky shoferi u gjveshen. Mua ma kishë nda të gjvishës ati, dhe pash një vaun që kësh gurë, edhe hengra me sy që do hedhë gurë, me gurë do kale ma dalë. Andi ma ta na priste komandanti, komandant Guri, Jetullah Qari, kishë emri, Guri i flistin, me 2 ushtarë. Dhe unë hodha në i gurë, hodha në gurin tjetër, këm brita afer mes të vahut, e pas që nuk hidhe shate guri tjetër me pajimet. Hoqja qamtën, se kisha fisheke, granata, ushqime, robat e mija kisha në qamtë. E nëzore qamtën edhe i fola, a e pret dot. Mira, e dallon nga dialekti që unë si shë nga Kosova. Hudë, ja hodha qamtën. Po automatik unë e pret dot i thashun, e presta, hudhe. Sepse ka një teknik për hedhe armi, që ta kapish vertikalisht, e ta kapish në ajo. Ne praktikonim shumë në ushtëri. Edhe hodha kapi, e pas që ustaraki, praf kapi në ajo. Dhe unë, tak, hodha. Kur hodha bajta t'i pjadorën, a i nëzirë pistoletën. E mbush i pistoletën, dhe filloj t'jallon. Ka Shqipëria në luftë, fituam luftën. 2 ushtarë në mbush automatik. Kompania që gjumë ishte mesnat, do një gjithë kompania, shikë alarmë, nuk të në përjo, se edhe Shqipëria në luftë. Më mbori këj, edhe unë nisëm për në Maltë Berishës, kur në mes të rrugës nga del një gjip, ndalon, thotë, kush është Shpëtim Golemi, se më kishë thënë, bëjem emri nda është Shpëtim Golemi, pseudonim. Unë jam shef i shtabit të ushtrisë shqiptare Kosovës. Do jesh zëvendësi. Edhe me mori ai, hipan me gjipin e tij. Edhe shkuam në shtabet e përgjithshëm. Kështu mbrita në shtabet e përgjithshëm. Mbrita në shtabet e përgjithshëm dhe fillimisht u angazhova për të njohur ushtrinë. Për të njohur sa zona janë, ku janë, bilen me hartë mi treguan ku kufizohet zona me zonë, një 7 zona operative. Dhe bëm disa rekonjicione bashkë me shefin e shtetit që dhe një fjallë dhe ushtrin, po edhe ku bini një qytetet e Kosovës. Në datën 20 mars filloi operacioni Potkoj. Dhe unë kam ajtë në 7, ashtë në datë 20